Konferenca për paqen Ramboje ka dështu. Pranverë e përgjakur. Së shpejti në kinemat vendase dhe ato botrore, nga regjisori dhe skenaristi Ganimet Bytyqi, do të sjell një pranverë që nuk harrohet. Naregjenje, zaklati! Kjo pranverë vjen me aktorët më të zgjedhur nga Kosova, Shqipëria dhe Turqia. Me një ekip dhe teknik profesionale, një tokë që flet me gjakun e bijve të saj. Historia e atyre që nuk u përkullën, që luftuan për liri, për nder, për atë dhe. Nuk kemi shumë kohë për fjalimet gjata. Pranverë e përgjakur shpërfaq në ekran shpirtin e një populli që zgjodhi të qëndroj edhe kur gjithçka digjej përreth dhe thuajse ishte e pamundur. Pranverë! Shkoti! Jo! Qu, kënë e fort, qu! Mun kalon 3 vjeqe. Një film që prek zemrën, që zgjon kujtimet dhe që na kujton pse jemi këtu sot. Një grua është e vdekur dhe O baca kisa atë? Pu me bosin kam. Na kujton vrasjet, masakrat dhe dënimet e një populli autokton dhe me arsye të vetme sepse ishin shqiptar. Mos e humbisni, një histori e vërtet që jeton për gjithmonë. Bre bardh! Gone e fort, ma së mërzit. Gone e fort. Komandant smujta mu dëru. Bardh ma, dhe bashkan gjitë në dhane juve. Një film me temë interesante dhe e bazuar në ngjarje të vërteta që kishin ndodhur në luftën e fundit në Kosovë. Solla në ju zot që ta fmi se për vetës pe kom gojle. Në pranverën e vitit 1999. O, qikë më shafirë ku ka kom. Pranverë e përgjakur, së shpejti në kinemat vendase dhe ato botrore. Pranverë vjen me aktorët më të zgjedhur nga Kosova, Shqipëria dhe Turqia. Luftimin. Ju djali jam, Krue, komandant. po e kime dhe bordën të shmurë. Po kush ja o tha? Mos e humbisni, një histori e vërtet që jeton për gjithmonë. Pranverë e përgjakur. Si jo shoq burri? Si jo trem? Se mirë po ti? Mirë, falenderit. Qysh ma ki zonën orë burri? Zonën batë fort se kur isha luftar të lirisë që po ja kthejmë derin e krenarim kësaj toke edhe na jemi të fort.